Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndihni. Ministria e Brendshme ndalon qarkullimin e monopatinave duke filluar nga 13 tetori, asnjë lëvizje në rrugë derisa të vendosen rregulla të qarta. Policia zbulon në Fier një bazë të fshet me armë dhe municione automatike dhe pistoletat ishin modifikuar për të ushitur grupeve kriminale. Kosova ka zgjedhur sot drejtuesit e rinj të komunave. Mbi 2.6 milion qytetarë u janë drejtuar kutive të votimit. Politikanët bëjnë thirrje për pjesëmarrje të lartë. Vjojmë gjërësisht. Vitin e kaluar në Shqipëri ka ndodhur mesatarisht 3 aksidente në ditë me monopatina. Pas këtij bilanci të rënd, më në fund policia ka vendosur të ndalojë plotësisht lëvizjen e tyre. Ministria e Brendshme dhe drejtori i Policisë së Shtetit thanë se asnjë person nuk do të lejohet të përdorë këto mjete derisa të shpallen rregullat e reja për qarkullimin e tyre. Nga e hëna 13 tetor, ndalohet përdorimi i monopatinave elektrike në rrugët e vendit, ndonse bllokimi është i përkohshëm. Shqipëria i bashkohet kështu nismës së disa vendeve të tjera europiane, si Franca, Italia, Gjermania dhe në rajon edhe Maqedonia e Veriut. Ndalimi u njoftua nga Ministria e Brendshme Albana Koçiu për shkak se ishin shndruar në burim aksidentesh. Kam kërkuar Policisë së Shtetit që përkohësisht të mos lejojnë qarkullimin e monopatinave elektrike në rrugë. Gjithashtu dua të informoj të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Lejimi gjithmonë pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Vendimi ka fuqi derisa të hartohen rregullat dhe sinjalistika e duhur për të gjithë përdoruesit. Ne do të hartojmë rregulla të qarta dhe të zbatueshme nga të gjithë. Do të qartësojmë një herë për gjithmonë se cilat janë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat elektrike mund të përdoren dhe ku jo. Si dhe kritere për moshën e përdorimit, masat mbrojtëse si kaska, ndriçimi apo shpejtësia e lejuar. Kreu i Policisë së Shtetit tregoi pikërisht se sa e madhe ishte kostoja e lejimit të tyre. Vetëm gjatë vitit 2024 janë 991 raste të raportuara nga urgjencat për aksidentet me këto mjete. Midis këtyre rasteve ka pasur edhe fatalitete si dhe dëmtime shumë të rënda. Apeli për ndalimin e monopatinave ka qenë i vazhdueshëm. Kjo për shkak se përdoruesit e tyre nuk i bindeshin një sinjalistike të caktuar të qarkullimit rrugor, duke u bërë shkak për shumë probleme në rrugët e vendit, sidomos në kryeqytet, ku automjetet zënë numrin më të madh, sikundër edhe risku i përplasjes me to. Vjetra automatik, pistoleta dhe municione janë zbuluar në një bazë të fshet në Fier. Policia arrestoi një 38 vjeçar, i cili kishte modifikuar armët që më pas u shiteshin grupeve kriminale. Zbulohet një bazë kriminale në Fier që kishte për qëllim të furnizonte grupe të organizuara me armë e municione. Sipas policisë, ishte 38 vjeçari Milansin Rama, ai që i zotronte e që përfundoi pas hekurave, pasi po lëvizte me armë në automjet. Baza kishte një kapacitet të madh në mbulimin e grupeve kriminale me municione luftarake. Uniformat blu sekuestruan 13 armë zjarri mes të cilave 3 pistoleta dhe 10 automatik. Disa prej tyre ishin modifikuar me shënjestër optike dhe me vend filetimi për silenciator. Po ashtu u gjetën 3 karikator pushke, 2 krëra pistolete dhe sasi fishekësh të kalibrave të ndryshëm. 38 vjeçarit ju gjetën edhe 3.500 euro që po ashtu përfunduan në sekuestro. 2 të rinj nga fshati Bardha janë arrestuar nga forcat e policisë pasi po shisnin kanabis në qytetin e Shkodrës. Aurel Shkrepa dhe Ardian Ballza, të dy 21 vjeç, ishin duke udhëtuar me makinë për të shitur lëndë narkotike kur janë kapur nga agjentët e antidrogës. Në njoftimin zyrtar, policia e Shkodrës sqaroi se në momentin e ndalimit gjatë kontrollit të mjetit të sekuestruar kanabisi. Mbi 2 të rinj të rëndon akuza prodhim dhe shitje e narkotikëve. Edhe këtë vit, fizika nuk ishte një degë e preferuar nga studentët, por të rinj që tashmë e kanë zgjedhur, atë thonë se shkencat eksakte janë një investim i sigurt për të ardhmen.
Në auditoret e degës së fizikës, ku numri studentëve është gjithnjë në rënje, Ines është ndër të pakta që ka zgjedhur të ndjekë këtë rrugë të vështirë, por plot pasion. Ajo rrëfen se dashuria për shkencat eksakte e ka bërë të mos ndjek trendin e viteve të fundit të zgjedhjeve që bëjnë bashkëmoshatarët e saj. Është diçka që ka nisur që nga fëmijëria. Faktikisht, gjithmonë e kisha si idhull deri diku mund të themi profesorin ose mësuesin tim të fizikës në 9-vjeçare. Unë mendoj se çdo dek ka vështirësinë e saj në fund të ditës, por pasioni që mund të kesh për një dek specifike të bën që ti të kalosh këto vështirësi. Ines shton se njohurit në shkencat eksakte ishte si një investim të sigurt për të ardhmen, në një treg pune që po furnizohet çdo ditë më pak me specialist, duke rrezikuar të përballet me mungesë të diplomuarve në këto fusha. Duke marrë parasysh se ka një interes shumë të pakut si dek, mund të themi që deri diku është drejt mbylljes, tregu i punës është shumë më i favorshëm për ne. Sidomos në degët e mësuesisë. Dek si fizika, kimia, matematika apo disa prej gjuhëve të huaja vijojnë të mbeten më pak të preferuarat nga maturantët, duke rrezikuar të ardhmen e profesionit të mësuesisë. Fakulteti i Shkencave të Natyrës ka reformuar programet e studimit për t'u afruar më shumë me kërkesat e tregut të punës, por përballë orientimit aktual të tregut, duket se këto drejtime do të vijojnë të luftojnë për student. Teknologjia nuk është thjesht një kuriozitet për të rinjt, mes tyre ka edhe nga ata që punojnë për të sjellë produkte të reja, siç është rasti një adoleshenti nga Pogradeci me radarin që zbulon lëvizjet. Ky është Alket Zeqollari, një 14 vjeçar nga Pogradeci, i cili po dëshmon se pasioni dhe inteligjenca nuk kanë moshë. Ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij që internetin e përdorin kryesisht për TikTok apo Snapchat, Alketi ka zgjedhur ta shfrytëzojë teknologjinë për të mësuar, eksperimentuar dhe krijuar. Së fundi ai ka ndërtuar një radar funksional që përmes valve arrin të detektojë objekte dhe njerëz në lëvizje. Ky projekt është në fazën e parë, është një prototip, por nëse ne mund të përdorim pajisje më të mira dhe më të avancuara, sepse në këtë projekt është përdorur një sensor i cili kap deri në 40 cm. Nëse përdorim një sensor që kap në një largësi akoma më të madhe, mund ta përdorim në shtëpi, në biznese, në fabrika, uzina. Në shkollat e qytetit ka edhe shumë vajza e djemt si Alketi që eksperimentojnë me programin dhe pajisje teknologjike. Atëherë kam menduar që ta vazhdoj si projekt, pasi ky është vetëm një prototip. Dhe besoj ka kosto për pajisje që kanë një teknologji më të zhvilluar dhe kërkojnë më shumë kosto. Por besoj se dhe do të ndërtoj dhe aplikacionin ku mund të jetë aksesueshëm për të gjithë që blejnë këtë pajisje. Të rinjtë si Alketi tregojnë se ardhmja e teknologjisë shqiptare mund të ndërtohet me talent, pasion dhe përkushtim, nëse marrin vëmendjen dhe ndihmën e duhur. Fashion Gallery Tirana quhet qendra më e re tregtare në kryeqytet. Ajo përmban produkte nga 15 firma të njohura ndërkombëtare, ndërkohë që një pjesë e saj janë edhe ambiente të posaçme për fëmijët, por jo vetëm. Një hapësirë e re mode i është shtuar kryeqytetit, të shtunën u hap zyrtarisht FGT, Fashion Gallery Tirana, qendra më e re tregtare në Tiranë e dedikuar plotësisht botës së veshjeve. Në këtë qendër gjenden 15 marka ndërkombëtare që ofrojnë koleksione për çdo stil e çdo moshë, nga markat praktike të përditshme si Sinsay deri tek emrat më të njohur të modës botërore si Armani dhe Calvin Klein. Një vend i veçantë është kushtuar edhe më të vegjëlve. Brendi italian Idex hapi këtu dyqanin e parë në Shqipëri pas më shumë se 400 pikash të suksesshme në Itali. Hapja e FGT u shoqërua me një pjesëmarrje të madhe qytetarësh, influencerash dhe personazhesh të njohur që shijuan një ditë plot energji dhe stil. Një nga momentet më të veçanta ishte sfileta e modës ku në pasarel u prezantuan koleksionet e reja nga të rritur e fëmijë me zduar trokitjeve, duke kthyer hapjen e qendrës në një fest mode për të gjithë. Vizitorët shijuan gjatë ditës edhe aktivitete për fëmijë, zona të dedikuara për make-up si dhe kënde fotografimi për familjet. Në fund të ditës, së pranishmit u mblodhën në një nga hapësirat e qendrës për të ndjekur së bashku ndeshjen Shqipëri-Serbi, duke e mbyllur me atmosferë sportive një ditë plot surpriza. Fashion Gallery Tirana ndodhet pranë Teg, mbi terminalin lindor të autobusëve dhe premton të bëhet destinacioni më i ri i modës për çdo familje.
Mbi 2.6 milion qytetarë të Kosovës votuan këtë të diel për drejtuesit e rinj vendor, ndërkohë presidenti Osmani dhe kryeministri Kurti votuan që në orët e mëngjesit dhe bën thirrje për pjesëmarrje masive. Procesi ndërkohë ka përfunduar pa probleme. Ka përfunduar në Kosovë procesi i votimit për zgjedhjen e kryetarëve të rinj të komunave dhe përfaqësuesve të kuvendeve komunale. Procesi nisi që prej orës 7 të mëngjesit dhe vjoj normalisht pa incidente apo problematika të mëdha në të gjithë vendin deri në orën 19 kur dyert e qendrave të votimit u mbyllën. Një orë përpara përfundimit, pjesëmarrja në këto zgjedhje ishte rreth 33% në rang vendi, me përqindjen më të lartë të votimit në komunën e Mamushës me 64.61%, ndërkaq që ajo më e ulta ishte në Skënderaj me 23.61%. Të drejtë vote në të gjithë vendin kishin 2.069.098 votues brenda vendit dhe rreth 44.000 votues kanë qenë të regjistruar për të votuar nga jashtë. Gjatë gjithë ditës, institucionet e Kosovës dhe misionet ndërkombëtare ju bën thirrje qytetarëve që të votonin lirshëm dhe pa ndikime të jashtme. Të drejtën e votës e ushtruan që në orët e para të ditës krerët e shtetit përfshirë presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin në detyrë Kurti dhe kryetarët e partive. Rezultatet do të bëhen të ditura pak orë më pas, teksa gara më e fortë zhvillohet mes kandidatëve të partive kryesore shqiptare. Sa ju takon 4 komunave të veriut me shumicë serbe, pritet që në krye të tyre të rikthehen kandidatët e listës serbska, të cilët u rikthyen në zgjedhje pas disa vitesh bojkot. Vajzat konkurrente në The Miss Globe 2025 përmbyllën rrugtimin e tyre nga Saranda, Gjirokastra dhe deri në Durrës. 3 çmime u ndanë në natën gjysmëfinale, ndërkohë që në fund u organizua edhe gara e talent show. Etapa e fundit e turit të The Miss Globe 2025 përfundoi të shtunën me largimin nga qyteti i Sarandës, ku ishte planifikuar dhe akomodimi i fundit i vajzave, të cilat shijuan gjithashtu ditët me diell për të realizuar setet e tyre fotografike e video. Nata gjysmëfinale u mbyll në sheshin e Çerçizit në syt kureshtar të 10 turistëve të huaj e duar trokitjeve të publikut vendas. Në fund të eventit, juria shpalli 3 çmime të rëndësishme. Indonesia! Çmimi kostumi më i mirë kombëtari i shkoi Miss Indonezis, Miss Eleganca i shkoi Miss Hong Kongut dhe çmimi i sfilueses më të mirë i takoi Republikës Dominikane. Sigurisht nuk mungoi as festa pas gjysmëfinales në ujin e ftohtë të Pelen, ku dhe njëherë u shfaqën disa nga talentet e vajzave me smikpritjes së ngrohtë vendase. Turi procedoi të shtunën drejt Melia si shtëpia pritse e The Miss Globe prej 2 vitesh tashmë për të finalizuar programin e mini-eventeve me finalen e talent show, ku 21 vajzat finaliste performuan përballë një jurie elitare të përbërë vetëm nga femra dhe në fund të garës Miss Franca u shpall fituesja e talentit për këtë vit, duke përfituar të drejtën për të qenë artiste big në shfaqjen e madhe të 15 dhjetorit në Pallatin e Kongreseve. Këtu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.